Në qendër të lagjes Karbunar, në rajonin nr. 5 të bashkisë Lushnja, u përkujtua 82 vjetori i djegjes së fshatit nga forcat pushtuese fashiste më 29 prill 1943. Në këtë ditë të dhimbshme për historinë e zonës, banorët të Karbunarës, pasardhës të familjeve të dëshmorëve, u mblodhën për të nderuar të rënët dhe qëndresën e popullit lushnjar gjatë luftës antifashiste nacional-çlirimtare. Populli i Karbunarës dha një kontribut të rëndësishëm në luftën kundër pushtuesve, duke nxjerrë djemtë e tij në radhët partizane. Si hakmarrje për këtë mbështetje, regjimentet fashiste dogjen mbi 300 ndërtesa të fshatit, ndërsa pak ditë më parë të atij viti kishin djegur edhe fshatin Kolonjë. Ceremonia përkujtimore nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe këngëve partizane. Aktiviteti u mbajt pranë lapirdarit përkujtimor në qendër të lagjes, ku vendosën buqeta me lule në nder të dëshmorëve. Në këtë ngjarje morën pjesë kryetaria e Bashkisë Lushnjë zonjari Selda Sefa, si dhe figurat e njohura të jetës publike, si zoti Nexhip Çela, kryetari i shoqatës së dëshmorëve të Bashkisë Lushnjë, zonja Hakile Çepele Nexha, kryetare e pasardhësve të veteranëve të Lançit për Lushnjën dhe rrethinat, zoti Ali Haka, kryetari i shoqatës kulturore Myslim Peza dhe zoti Ganir Izak Amxhiu, kryetari i veteranëve të rajonit nr. 5 Karbunar. Në fjalën e tij, zoti Nexhip Çela përshkroi ngjarjen tragjike të 29 prillit 1943 dhe theksoi rëndësinë e kujtesës historike dhe respektit për ata që sakrifikuan për lirinë e vendit. Ne jemi ndërë sot në 82 vjetorin e djegjes Karbunarës, dhe jo pa qëllim. Forcat naziste, forcat e ballëve kombëtar, forcat ilegale që vinin nga bashkëpunimi me okupatorin, e dojnë Karbunar një herë për të nënshtruar gjëra që ta të mos luftonin më dhe të bashkoheshin me këta dhe jo me lëvizjen e çlirimit. Në këtë kohë nuk u nënshtruan nënat dhe burrat dhe gratë karbunarëse, që në ato të para që i simbolizuan edhe fëmijët e tyre, edhe burrat dhe i çuan në luftë për zdyti. Dhe këte ata prapë për ta nënshtruar e dojnë për shtreti Karbunarën. Karbunara prapë nënshtruar. Mas kësaj djegje, Karbunara krijoi batalionin, krijoi brigadat dhe në 30 nëntor, tetor të 44 u kriju brigata 10 në Thevën ku jemi ne. Dhe këta luftarë shliruan pastaj edhe zonën e Tiranës. Unë jam shumë i njohur për të gjithë ata pjesëtar lufte që luftuan për çlimin e dheut dhe sot janë heronj dëshmor të ranur për çlimin e dheut. Më pas fjalën e mori kryetaria e bashkisë Selda Sefa. Sot, mbas 82 viteve, ne kemi ardhur këtu në këtë monument për të kujtuar dhe për të nderuar me mirënjohje të gjithë ata njerëz të rinj të reja të popullit të Karbunarës, të cilët dhanë jetën për çlirimin e Lushnjës son dhe për çlirimin e Shqipërisë. Roft populli i Karbunarës, lavdi dëshmorëve të atë dheut. Në fund të aktivitetit, kryetari i veteranëve të rajonit Karbunar, Ganir Izak Amxhiu, u shpreh në mikrofonin e televizionit Apollon për këtë ngjarje të rëndësishme për popullin e Karbunarës. Kujtojmë me shumë dhimbësëri për arsye se karbunarësit kanë qenë dhe mbeten gjithmonë flamurtar ose të organizuar në mbështetjet për çlirimin të vendit në të gjitha brigatat, që nga brigata parë, edhe ke 7-ta, edhe nga e 8-ta, edhe 10-ta dhe 6-ta, që nga fillimi i batalionit Myzekes që me drejtimin e komandantit Roman Ruçi, edhe më mbrapa shumica e Karbunarës kanë qenë rrjedhësuar në brigadën e 16 e formuar në Therepel.